Vjen ke unë, ose kategoria ime, ose kategoria profesionistëve që merren me kësi estetike, vetëm për të korrigjuar një gjë që ka bërë për para. Një sekond, që të bëhet një gjë e dur. Ka një rënje të palpebrës nga botoksi, vjen ke dermatologu t'ja korrigjoj. Ka një filler që bëj migron, vjen t'i bëj alurinatë. Kjo qaja, man ma tregë. Alman sa që kam qef të. To i kuptojnë shumë mirë. Atëhere vjen ke... Për ta kuptoj që me na shikon. Dhe profesionisti vjen dhe kur i thua çmimin, që ky çmimi një profesionisti, nuk të vjen më herës tjetër. Po pse o Endela, të lutem, ja ndalojmë pak këtu, të lutem. Pranoj të syrin. Sa kushton bukuria e bërë me kujdes, edhe bukur. Ju përkoj që bën. Kushton shumë dhe zjat shumë. Kushton shumë. Po Arta? Dhe zjat shumë. Do më dhe zjat shumë. Acidi hialuronik jep efektin, nuk është se zjat shumë. është Jep një pamban. Lidhja. Nëse ti investon tek fytyra jote me produkte të mira, me një profesionist që është i mirë, është gjatësia më e gjatë, është më... Sa të kushton ta bësh fytyrën si Elvana Gjata, se ashtu janë bërë gjitha këto? Nuk e di që ka bërë. Ashtu janë bërë. Doktoreshën e Elvanës. Nuk e di. Që e dim Po se ti e njeh shumë mirë, po. Shumë, Po, sa të kushton? Sa të kushton? Sa? Kushton, shumë. Sa shumë? Po, të paktën në vit. Po. Se sa herë në vit bën, mo? Do 2-3 rrogën tënde. Po ku e di ti rrogën time? Po duket. Duket kjo s'duket fare, valla, çfarë thua ti? Vetëm me rrogën e kësaj mos ngatro. Një produkt i mirë nuk është jetë gjithmonë. gjatë. Ngatro me rrogën time. Nuk është i destinuar që të jetë gjatë. Nuk është vetëm sa kushton produkti. Është injektimi, injeksioni, është cilësia e injeksionit. Është fakti që ti, okej, është fakti që ti gjedh pikat e tura. Doktoresh Endela, do vi këtu mes jush dhe do ma thoni kështu me zemër të hapur. Edhe ju vetë. Ju dridhe dora kur çponi? Gjithve dhe profesionistëve më të mëdhenj në Atë botë. natë nuk fle. Faleminderit. Dhe kushdo që bën injeksion, e tha Arta shumë mirë, dhe që është ndërgjegjshëm, disa ditë nuk fle. Derisa të vi telefonate e pacientit. Pa ajo goca pa rrukerisa, ajo flet direkt. Bravo. Ajo goca që ka parë Genda. Ajo ja këput gjumë ajo e lokalit, ajo ta ngull direkt. Se ju nxi vetlla, se i shkoj syni shtremt, apo i shkoj buza kështu për diagonale. Me qënë se po flisje për kostot, ti e ke idenë se sa një profesionist ka shpenzuar për të arritur, për të mësuar gjithë të gjëra? Po prapi 30 dora asaj. I 30 dora, e kupton sa është kuturu. Që unë bëj, minimumi që unë kam investuar, po flasë në vit, janë minimumi 6 dhe në 7 euro për udhëtim me jashtë. Për të trajnuar. Minimumi. Po këtë më formalitet është kjo. Po diferencimin e bën profesionisti duke dalluar kush është produkti me kualitet dhe kush nuk është. Mos me qesh më me to. Genda, në analizat që ke bërë të këtyre gjërave që ka brenda organizmit, çfarë ka dalë? Atëhere, ka dalë nuk të çik foks i shtuar. Po nuk është e bukur. Ai se ka antikorpet pa. Po pritri se ja, Rori. Antikorpet të frikshme. Vërtet, është vërtet. Mikrobet ku ti gjesh, valla, mikrobet janë si zemër. Unë habitem shumë